Fillimisht do të vrejmë se në shumë hadithe të ndryshme sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu domethënë drejtohen që erdhi një person tek profeti alayhis salam. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se Abu Huraira është një ndër ata, edhe pse në vite nuk kanë qenë të shumta, për shoqëruar me profetin alayhis salam vazhdimisht. Ndaj dhe ka thonë atë fjalën e tij të shquar që të tjerët shoqërohen me profetin alayhis salam domethënë për të mësuar, ndërkohë që unë si Abu Huraira shoqërohesha dhe për të ngopur barkun tim. Natyrshëm dikush do të pyes, përse Abu Huraira radhiyallahu anhu, që është dhe transmetuesi më i madh i haditheve të profetit alayhis salam, e ul nivelin deri në atë pikë sa thotë unë shoqërohesha me të domethënë për të ngopur barkun tim. Ne dim se banorët e Sufës ose të pastrehet, ose ata që ishin ndryshe domethënë në qendrën sociale në një pjesë të xhamisë së pejgamberit alayhis salam, ishin disa kategori. Një kategori ishin emigrantët ose muhaxhirët të cilët erdhën nga Mekka, dhe këtu ka nisur e gjitha ajo. Një kategori e dytë do të jenë ata të cilët i bashkohen pejgamberit alayhis salam nga viset të tjera, si rasti i Abu Hurairas radhiyallahu anhu, i cili ka emigruar bashkë me fisin e tij, fisin Ghifar, drejt Medinës së pejgamberit alayhis salam, dhe kanë qenë të shumtë. Dhe një kategori e tretë janë ata të cilët qëndronin në këtë vend, si Ka'b ibn al-Ashraf, të cilët ishin pasanik në realitet, po qëndronin për të edukuar veten e tyre. Pra dëshironin të jetonin atë jetën e thjeshtë edhe pse ishin ndër pasanikët e vendit. Abu Huraira radhiyallahu anhu është prej atyre të cilëve u ra domethënë të sakrifikojnë në këtë formë. Por kur Abu Huraira thotë që shoqërohesha me profetin alayhis salam, kjo nuk do të thotë se Abu Huraira në vendlindjen e tij, në fisin Beni Ghifar, ishte në skamje. Kjo do të thotë që aty ku u zhvendos i vuri një objektiv jetës, dhe objektivi i jetës së Abu Hurairas radhiyallahu anhu ishte të mësonte dhe të përcillte sa më shumë nga pejgamberi alayhis salam. Por për këtë të nevojitet koha, pra koha nuk ishte në favor të Abu Hurairas. Abu Huraira radhiyallahu anhu nuk ishte njeri i paaftë, ishte person i cili kishte aftësi në jetë. Mirë, po fakti i aftësive të Abu Hurairas fokusohej aty ku do të ishte më i dobishëm në të ardhmen. Ndaj dhe profeti alayhis salam në një hadith të tij thotë: Allahu xhelle xhelalu kur e don një rob e përdor atë për mirë. Por këtë të cilin do e përdori për mirë, a nuk do të sakrifikoj vallë ky? Patjetër që do të sakrifikoj. Ndaj dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu do të sakrifikoj edhe me qenëmrinë e tij me skamjen. Do të sakrifikoj, domethënë do të përjetoj skamjen, sepse ajo të cilën ai do ta përcjell dhe ajo të cilën ai do ta arrisë nëpërmjet kësaj vuajtje është shumë më madhështore dhe vlen më shumë se sa kjo skamje në disa vite.